Përshëndetje dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin tonë Solea Family. Unë jam Armela. Unë jam Esidi. Ne jemi të dy së bashku, po presim autobusin, sepse kemi 2 termine tani, sa po lam Solean të kopshti. Edhe unë këtë javë, jam një javë pushim edhe do ju tregoj pak më vonë, se tani do hipim në autobus. Kesave ai mandarina. Aha. Und das ist nicht gut. Und das ist nicht gut. Das habe ich noch dabei. Das habe ich dabei. Çokolade. Schokolade dabei. Solea ishte veshur edhe me fustanën sot për tek und was? Ara. Dhe Ara, okay. Super. Sot unë isha te komuna për të bërë riregjistrimin e adresës së re, së shtëpisë së re. Po. Çfarë ka qelluar të tjetër te kjo? Siç e keni parë, Solea tregoi pak se çfarë kishte brenda te kjo terapia, pas ka edhe një gjë tjetër, një nga këto vullat. Wow, super mami. Vula. Po. Hajde pak këtu jetë? A je gati për të bërë vaksinën? Po, kur doktori do më jep një lollipop. Po, doktori do t'jap një lollipop. Do të blej mami pastaj një gjë të vogël prap, se e meriton se sot do bëjmë vaksinën, okay? Edhe pastaj do shkojmë në supermarket, të blejmë disa gjëra që na duhen. Presojmë të gjejmë edhe drita për pemën. Ne kemi vendosur pemën në fakt që një ditë më mbrapa pas hym të shtëpia, se Solea e pa aty, edhe donte ta vendoste, por që dritat nuk bënin më. Këtu sapo kemi ardhur në shtëpi dhe i kam marrë për të gjitha blerjet si për tavolinës. Ishim tek Kaufland dhe tek Turku. Ky është një ilaç rrobesh persil. Këtu janë qep të kuqe, gjalp, kjo është një salcë tomateje, kjo është djath i bardh, kjo është një shishe me qumësh lope për Solean. Këtu kemi disa karkaleca, një pako, poshtë ka mish, këtu janë disa domate të vogla që i kam shumë qef, këtu është trangull e kam marrë tek Turku. Këto janë nga këto biskotat, edhe këto të Turku, edhe fasulet të Turku, këto janë bamje, këtu kemi ullinj të zinj edhe turshi të ndryshme, edhe këto i kam marrë tek Turku. Më pas, këto janë disa çibuk me gjalp kikiriku brenda, i ka Solea shumë qef. Këtu kemi drita, kam marrë 3 pako të ndryshme dritash për zbukurim të shtëpia. Por nuk e di, një pako e ka çuar Solea nga dhoma tjetër. Ky sheqeri ishte super shumë i mirë. Këtu kemi bukë të zezë me fara të ndryshme. Këtu janë disa banane. Kjo është një pako me 7 Days nga këto moltot. Përsëri domate. Kjo është një Golden Eagle. Si gjithmonë te Turku, këto janë disa salçiçe për t'i provuar edhe këto te Turku. Gjeta më në fund Woody. Kisham shumë kohë që i kërkoja dhe nuk isha gjetur, hera parë që i Woody këtu. Këto janë me djath, një pako vetëm se për t'i provuar. Këto janë vezë edhe këto te Turku, për t'i provuar edhe këto, por jo se bën një diferencë të madhe. Edhe këto janë gushmulla, ishin shumë të mira, edhe këto kishin shije shumë të mirë. Ndërsa këtu po vendos në lavastovilje të gjitha enët që i kisha në kuti, i nxora dhe i vendosa për t'i larë. Këtu jemi disa orë mbas dite, pasi kemi ardhur në shtëpi, edhe unë kam dëshirë t'ju tregoj edhe një super set të nxjerrësh që kam blerë për shtëpinë e re. Por përpara se t'ju tregoj të nxjerrët, doja t'ju thoja edhe në lidhje me vaksinën e Soleas. Në fakt, herën e fundit kur ka bërë Solea vaksinën, ka qenë Esidi aty, edhe mbasi nuk e ka kuptuar mirë, nuk e di, por sot Solea ka bërë vaksinën përsëri të meningokokut B. Ato janë 2 shpime, 2 vaksina. Të parën ajo e bëri para 4 javësh edhe të dytën e bëri sot, ndërsa meningokokun C mund ta bëj deri në moshën 12 vjeçë, nuk ishte problem, por këto të dyja ishin të rëndësishme dhe duhet të bëshin
para moshës 5 vjeçare dhe ne këtë e bëm sot. Vaksinën e parë Soleja kaloi super me sukses. Nuk pati shqyr as temperaturë, as dhimbje, kaloi lehtë. Edhe besoj që edhe këtë të dytën ta kaloj si e para. Unë i bleva asaj edhe një lodër me qenë se ajo bëri vaksinën. Për këtë arsye i kam edhe duart kështu, Soleja i ka shumë herë më keq, sepse ajo ishte një arush që duhet ta fusej në një kuti, kuti unë të hidhje boj aty, ajo i hapi ato, i provoj më përpara, nuk duroj dot që në momentin që kur i blem neve, nuk duroj dot që të vinte shtëpi e t'i hapnim këtu. Edhe i ka duart shumë pisë dhe këto nuk dalin, nuk e di, shpresoj që të më dalin. Këto janë edhe tenxheret që po ju thoja. Është një komplet me 4 tenxhere dhe me një si tigan të vogël, nuk do i hap, nuk i kam hapur akoma. E kam marrë te kjo firma. Kush jeton këtu në Gjermani e di ose ka parë pak një herë të firmën. Edhe kjo ka tenxheret më të mira të inoxit. Edhe sipas kërkimit të Google që bëra unë, këto mbanin vendin e parë. Edhe ne kemi një dyqan të kësaj firmës këtu në Konstancë. Edhe unë shkova atje dhe pash nga jashtë që kishte tabela që kishte ofertë. Edhe shkova atje dhe ishim me 50% ulje. I gjithë kompleti, i gjithë pako, të gjitha tenxheret bënin 300 euro. Unë i mora me 150 euro dhe jam shumë e lumtur. Sepse deri tani nuk kam patur tenxhere të mira, gjithmonë kam bler 1 tenxhere, 2, domethënë tek e tek ku kam gjetur, ndërsa ky është një komplet i mirëfillt edhe shumë i mirë i tenxhereve. Tani t'u hap edhe t'ju tregoj edhe juve. Ka një katalog të tillë që tregon setin e tenxhereve, ja tek janë tenxhere në madhësi të ndryshme edhe ky si tigani i tillë. Fantemi, nga ngjyra që ka bërë Soleja do t'i presi, shpresoj që të më dalin, nuk e di. Seti i tenxhereve. Kam blerë edhe disa gjëra të tjera. Në fakt kam blerë edhe një komplet me pika, me luk, me pironj të ndryshëm. Edhe atë e mora me ofertë. Ky është tigani, si tigan kështu i thellë. Parë ky nuk ka kapak. Kjo është tenxheria e vogël. Se si duket. Tenxheria e vogël. Ja se si duken edhe tenxheret. Kjo është më e madhja, kjo tjetra pak më e vogël, kjo pak më e vogël, kjo më e vogël. Edhe ky tigani që unë ju tregova. Ja ku jemi edhe bashkë me Soleushen. Soleja sot ka bërë vaksinën, është me bojtë e fytyra. Duart i kemi, shiko se i kemi duarteve. I kemi bërë bukur. Si shtash Soleja i ka bërë akoma më pisë se unë edhe nuk kanë dalë deri tani, shpresoj që të dalin, nuk e di. Edhe thojnë t'i ka të merë, do t'i presim, do t'i lajmë, do t'i fërkojmë. Nuk e di se që do bëjmë. Soleja, ku i ke bërë vaksinën ti sot, mamete, ku shkra? Këtu. Doktoresha, si që ishte në kraun që ishte ullur Soleja, edhe donte t'ja bënde këtej, Soleja i tha, jo duhet ta bëj këtej. Pse i the ashtu ti, mami? Unë bëra një herë. Pra, e kam mbajtur mend vetë shumë mirë që e ka bërë një herë këtej, edhe ajo tha, po, tha pa tjetër, tha ku të duash ti, tha do ta bësh. Edhe Soleja kishte veshur fustanin e Së Nikolausit, edhe i tha doktoresha, Soleja, tha, ke qenë te kopshti, tha, ka qenë dita ka arë Së Nikolausit, tha, te kopshti, tha, keni marrë dhuratë, po, i tha Soleja, unë kam marrë një çorape me dhuratë, edhe pyeti ajo, çfarë dhurate ke marrë sot te kopshti, dhe çfarë i theti mami? Çfarë dhurate kishe marrë ti sot te kopshti? Një mall, një mandarin, edhe një çokoladë, edhe një ara, edhe 2 ara, edhe një ato vullën. Edhe vullën nga ato vullat që ngjiten kështu. Po. Edhe si jeti mami, të dhem krau tani? Po. Të dhem pak? Po. Pak fare tani dhe pastaj kalon vetëm 1 ditë ose 2 ditë apo jo? Po unë unë e bëra me të gjithë me këtë dorën tim, po ne provova të gjithë me këtë dorën tim. Provove ti të ngjitesh edhe ke fuqi edhe nuk të dhem.
Po marrim qik. Pak fare, po që ti je prap je e fort. Apo jo, këtë do të thuash? Po unë përrove me këto 2 dorë, për ta hyrë deri brenda. Hyrë deri brenda, bravo të lumt. Tani do t'i tregojmë pak çka ka marrë mami që parë të DM-i. Okej. Me që ti ke qef të dalish dhe të tregosh këtë vitamine. Kjo është për mami, në shtypur siç ka qenë aty brenda tek çantës, ka dale. Ka marrë edhe kjo shtypur. Edhe kjo ishte për lavastoviljen, për larjen e vet lavastoviljes. Magnesium e B12, edhe kjo për mami. Ka marrë për ty këtë kremin. Kjo është për fytyrën, sepse Sole e kam parë që tani i thahet fytyra nga ftoti e kështu. Edhe mora këtë, ajo ka krem aty, por kjo është posaçërisht edhe për fytyrën. Edhe për këtë arsye thash po i marr një të vogël vetëm për fytyrën edhe mbase i bën më shumë punë ky, okay? Shikoj. Okej. Bravo. Një Valdoreza tjera. Po mami, po të pashtoj gjithë banjon. Po. Bravo. Shiko çka ka marrë për ty? Një shampo. Kjo është për të larë duart. Duart. Është për duart tua dhe bën shumë bubble. Bubble fort. Ka marrë edhe këtë vitaminën B12, kjo që tretë të muj. Këtë gjera këtë edhe një qëtër. Kështu si kjo? Po. Si kjo nuk ka marrë, 2 Jo qëtër. Qëtër. Këto kishim marrë neve tek DM. Te supermarket Hall janë edhe disa gjëra të tjera që kemi bler, po që nuk e di se ku kam përfunduar, se i mori edhe Solea kur i hapëm. Por që tani ma kapi syri aty, e ka vendosur Solea aty lart tek televizori. Blem edhe këtë lulen e Krishtlindjes. Edhe t'ju a tregoj, ishte me këtë vazën. E bardhë. E bardhë dhe me zica. Që ka super i mirë. Mirë mëngjesi edhe nga një ditë tjetër. Unë jam bashkë me shoqen time, Solean. Edhe ne po presim autobusin që të ikim tek kopshti, po. Edhe si që kam thënë, jam pushim edhe disa ditë. Di edhe pardje që ishte shtunë e diel, nuk filmova, sepse kemi qenë gjithë ditën në shtëpi. Nuk kemi dalë me thënë të drejtën, jemi shplodhur edhe kemi bërë edhe punët e shtëpis, edhe nuk bëm në një gjë interesante që unë ta filmoja, por nga sot do të vazhdojmë filmime dhe do t'ju tregojmë gjëra tjera, apo jo? Solea sot donte të ikte me syzet e kopshti. Pse ke vendosur syzet ti? Për qef? Ja, por kopës. Edhe ka veshur këtë kostumin ngjyrë pink, apo jo? Po. I zgjedh vetë edhe flokët ta i dua ta bishta dhe me baluke përpara. Edhe me një syze. Donte edhe syzet, po. Më duket se tani po na vjen autobusi, mami. Dhe autobusi iku këtër. Po. Ikën njëra andej, nuk e di pse, pastaj vjen këtej, por që do presim edhe pak. Edhe do ikim. Do kënaqesh sot te kopshti apo jo? Unë kishim bëjtë nga bevejgun straun. Do ikesh nga bevejgun straun? Ha? Super. Erdhi autobusi. Nisa po e lash edhe Solean nga kopshti. Për fat të mirë tani e kemi shumë afër kopshtit me shtëpinë. Vetëm diku ke 8 minuta larg me autobus. Edhe kjo është shumë e rëndësishme sepse me Solean në mëngjes është pak e vështirë edhe ka vonesa, por që për fat mirë e kemi shumë afër, edhe stacionin e kemi afër tek shtëpia dhe vim direkt këtu te kopshti. Ndërsa tani unë do iki pak në shtëpi, vjen autobusi tani prap, do iki në shtëpi edhe do bëj ato punët e mëngjesit, do sistemoj ca gjëra atje. Edhe pastaj do dal prap, do shikoj çfarë gjëra më duhen te shtëpia. Tani unë erdha në shtëpi edhe kur dolëm në mëngjes nuk hengra asnjë, edhe do bëj pak mëngjesin tim. Kam këtu zakonisht unë për mëngjes ha chia pudding, e përgatis që në mbrëmje,
kos vegan ose të tillë si ky, ka me shije të ndryshme, i kam provuar gjitha këto shijet, edhe i shtoj edhe kefir gjithashtu. Kefiri ka përmbajtje shumë të ulët laktoze dhe shumë probiotik të cilët ndihmojnë në mirëmbajtjen e zorrëve. Duke qenë se unë brëm nuk kam bërë gjë gati, do marr nga ky kosi edhe do e hedh në pjatë. I shtoj një frut, po e përdor gjithë këtë se s'ka më. Gjithmonë i shtoj banane ose ndonjë frut tjetër që kam aty, por kryesisht i shtoj gjithmonë banane, fara chia, fara liri, kefir, fruta të thata, fara të ndryshme. Unë po i shtoj kosit, kam hedhur kosin, do i shtoj një banane. Kam shumë vite që konsumoj këtë mëngjes, por ka edhe ditë të ndryshme që normalisht kur kam edhe kohë, bëj tost me avokado, me vezë, edhe kjo shumë e mirë edhe të mban të ngopur gjatë gjithë ditës. Pas do të shtoj disa arra. Kam këtu fara chia. Do të shtoj një lugë me fara chia, ndërsa këtu kam një përbërje dhe kam marrë të gatshme tek Demi. Tu kam një përbërje me fara të ndryshme edhe me kumbulla të thata me shumë gjëra të ndryshme, ishte e gatshme kjo dhe thjesht shtohet në kos. Kështu duket edhe pjata. I kam hedhur kosin siç thash, këto farat, arra, banane, fara chia, edhe tani do ta përziej të gjithë. Do ta përziej edhe do ta lë të paktën 5 minuta në mënyrë që edhe këto fara të zbuten pak edhe të jenë më të lehta për të konsumuar, sepse është më mirë kur ato zbuten, janë të buta. E mira është që ta lëm të paktën 1 orë, 2 orë, por që siç thash nuk e kisha përgatitur, por edhe kështu është okay, e le pak tani sa ato të zbuten edhe pastaj e konsumon, nuk është problem edhe kështu. Që kur vendosa për të humbur peshë, ju fokusova shumë mënyrës së ushqyerjes, më kisha shumë kujdes në ato gjëra që haja. Tani me thënë të drejtën e kam lëshuar pak dorën, kam ngrënë gjithçka, por që për një periudhë 4-5 mujore kam qenë shumë e kujdesshme në lidhje me ushqimin, madje fillova të mbaja edhe kalori, të shikoja në detaje se sa kalori kishte një produkt i caktuar dhe i mblidhja kalori dhe sa duhet të konsumoja unë gjatë ditës në mënyrë që të humbja peshë. Edhe me thënë të drejtën kjo gjë funksionoi, mund të them që ushqimi luan një përqindje shumë të lartë ndaj përket dobësimit. Duhet patur shumë kujdes se çfarë ham, është shumë e rëndësishme. Po ashtu edhe aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm, të kombinuara të dyja bashkë atëherë është perfekte. Ajo që më ka funksionuar shumë mirë ishte eliminimi i glutenit edhe laktozës, duke qenë se jam intolerante. Këtë gjë nuk e dija, por e kam zbuluar tek vetja ime, sepse sa herë që konsumoja bukë ose sa herë që konsumoja produkte me laktozë, kisha një fryrje të barkut, një çrregullim të organizmit edhe një mos funksionim të mirë të themi, edhe kam lënë një termin, kam shkuar te doktoresha, jemi konsultuar, kam bërë edhe analiza dhe ajo më tha që je intolerante ndaj këtyre produkteve dhe mundohu të mos konsumosh produkte me gluten edhe me laktozë, edhe kjo gjë ka funksionuar me të vërtet. Nuk kam patur më fryrje barku, nuk kam pasur më çrregullime të zorrëve, ka funksionuar shumë mirë. Nuk po them, ka edhe raste që konsumoj produkte me gluten ose me laktozë, por mundohem sa më pak të jetë e mundur. Nëse më përpara nuk më ka shijuar për shembull qumshi pa laktozë ose qumshi i të shërës ose produkte buka pa gluten, tani jam e dashuruar pas këtyre produkteve edhe më duken se ato kryesisht nuk kanë shije fare. Për shembull buka pa gluten nuk ka pikë shije, por që tani më shijoj shumë edhe i dashuroj, më pëlqen shumë. Mund të them që është ndër mëngjeset e mia të preferuara, të shëra dhe me fara të ndryshme, me kos pa gluten ose me kefir, me qumësh të shërë ose me qumësh pa laktozë.
Tani do të vendos edhe një lavatriçe para se të dal. Edhe më mbaroi ilaçi dhe kësaj herë mora të persilin. Zakonisht kam përdorur gjithmonë Arieli. Por sa radhe thash të marrë të provoj një herë këtë persilin. Edhe ky është universal, që mund të përdoret me ngjyra edhe me rroba të bardha gjithashtu. Nga 20 gradë deri në 95 gradë. Unë kam edhe ilaç rrobesh lëng në fakt për rrobet me ngjyra, por që i vendos gjithmonë edhe pak kështu se më duket sikur me ato lëng thjesht ashtu sikur nuk lahen. Përsa për aromë, këta të Lenorit, kjo më pëlqen shumë, ka një aromë super të mirë. Ka raste që fiksohem edhe me atë Lenori ngjyrë blu. E ndroj me këtë, pastaj i kthehem prap këtij këtë gjë bëjmë. Herë me blu, herë me këtë. Është tek turku, herën e fundit kur isha kishte aromë duel, mos gaboj duel është. Po duel, edhe mbaj mend në Shqipëri që këtë aromë përdorte mami. Mbante një herë super të mirë, por kur shkuam pastaj më vonë, te turku nuk e gjeta, kishte mbaruar, edhe do shkoj përsëri, edhe nëse gjej do e marr dhe do ta provoj edhe këtu nëse funksionon me vërtet, nëse do mbaj aromën siç ishte në Shqipëri. Jam shumë kurioze ta provoj edhe atë sërish. Edhe jam shumë e lumtur për lavatriçen që e kemi brenda tek banjo, sepse gjithmonë e kemi pasur poshtë në podrum. Edhe kush jeton këtu në Gjermani e di që lavatriçja poshtë është një bezdisje, një angari shumë e madhe, sepse do shkosh do ta vendosësh, pastaj duhet i marrësh, nuk i vendos dot gjithmonë rrobet kur do ti natën ose ditën, sepse ndonjëherë ke edhe frikë të zbresësh deri poshtë, edhe ndonjëherë përton, është ftohtë, ndërsa brenda është super, e shikon, e kontrollon, kur mbaron, kur fillon gjitha. Në orën 2:30 duhet të jem përsëri në shtëpi, sepse sapo më shkruajti personi nga firma që do vi për të ndruar këtë xhami këtu tek te Vaska, sepse ata personat që kanë jetuar këtu më përpara, nuk e di, e kanë thyer këtu, edhe kjo gjë duhet të ndrohet. Te këto shtëpit e shtetit kur vjen, çdo gjë duhet të jetë super në rregull, nuk duhet të ketë asnjë gjë të prishur. Banesa duhet të jetë e lyer, e pastër, edhe ne kur erdhëm këtu e gjetëm të lyer, super të pastër, edhe vetmja gjë që ishte e prishur ishte kjo gjë që ju tregova, edhe sot do vi firma për ta ndruar. Ndrimin e ka bërë familja që ka jetuar këtu më përpara. Edhe siç thash do dal tani, do bëj edhe 2 gjëra gati, edhe do dal edhe do mundohem pastaj që të vi këtu në orën 2:30 kur të vinë ata për ta ndruar këtë xhamin. Se nuk ju kam treguar pemën, kjo është edhe pema jone e dashur. Në fakt kjo është e re, unë këtë e kam bler vjet. Te shtëpia që ishim vjet ishte shumë e vogël edhe shumë e ulët tavani, edhe unë e llogarita e bleva aq sa duhej dhe për fat ajo shkoi atje se përndryshe nuk mund të bleja dot asnjë gjë sepse nuk kishin fare hapësirë vjet tek shtëpia ku ishim. Si vjet ne vendosëm këtë këtu prap, edhe unë dritat nuk i kisha, mu prishën dhe bleva tjera dhe i kemi vendosur sipër, më duhet ta prish, ta rregulloj edhe një herë të vendos dritat poshtë dhe pastaj goglat nga sipër. Edhe unë e pyeta Solean, mami, a do të blej mami një pemë tjetër më të madhe? Edhe ajo tha, jo mami, mirë është kjo. Nuk donte, domethënë që ta ndroni. Për këtë arsye unë po e lej edhe si vjet këtë që është. Shikoni, në fakt është shumë e vogël. Edhe Solea nuk donte, nuk tha mami lere, tha mirë është kjo. Kish do ta rregulloj pak shumë. Mund edhe ta kisha bler vet, por që kam shumë gjëra për të bler. Nuk di domethënë çfarë të blej përpara dhe si ti koordinoj gjëra. Mendoj që për si vjet është okay kjo pema, pastaj vitin tjetër do ta marrim më në Terezi, të blejmë edhe një pemë më të madhe ose pemë natyrale, ta shikojmë domethënë. Edhe Solea këtu ka vendosur edhe një foton e saj që i kishte marrë nga kopshti.
Këtu është Solea që ka dalë te kopshti me një nga edukatoret, edhe këta dy janë dy zjarr fiksa. Do kem pasur atë ditë një temë besoj në lidhje me zjarr fiksat, edhe kanë qenë edhe fëmijët atje. I bëjnë edhe foto, edhe këtë foton e kishte Solea te kopshti dhe vendosi këtu lart tek pema dhe unë këtu do ta lë. S'ka problem. Por që këtë duhet ta rregulloj edhe një herë. Për mua e rëndësishme është shëndeti, dashuria dhe mirëkuptimi që kemi me njëri tjetrin. Pastaj këto gjërat materiale janë gjëra që vendosen shumë lehtë dhe zëvendësohen shumë lehtë, nuk është çështja këtu. Prioritet kanë këto gjërat që thash. Ja dhe këtë e ndruam, erdhja ideali e ndroj dhe kemi të re. Ajeta? Ço do na thuash? Tu kam përgatitur trahana. Kjo është pjata e Ensidit dhe kjo është pjata ime. Në fakt Ensidi është pak si paqefsi në gjendje gripale dhe mua më vajti mendja të bëja trahana. Edhe si ishte diçka e shpejtë sepse duke qenë se dola nuk kam përgatitur gjë. Unë e kam qef me gjalp, i kam bërë edhe pak shkoqur dhe pak djath, feta sipër, ndërsa Ensidi donte thjesht në vaj ulliri. Edhe kjo është bukë me fara të ndryshme, edhe pa gluten. Edhe ta shikoj edhe mami se bëhet merak për mua, thot që ti s'po ha me ushqim. Ja, ma shikoj e të përshëndes. Videos tonë këtu i ka ardhur fundi. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Na ndihmon shumë një like edhe një koment prej jush. Gjithashtu mos harroni të bëni subscribe. Ja dhe Solea këtu, neve erdhëm nga kopshti, bëhemi gati për gjumë, do ham pumë, do bëjmë gjitha gjërat rutinën e mbrëmjes. Edhe në fund, harroni subscribe. Ne do të shihemi sërish në videot e radhës, ju përqafojmë, edhe ju dërgojmë shumë dashuri. Solea po ju përqafon.